që ishte pothuajse gati, ku Boris Johnson me, le themi, depesht administratës së Bidenit erdhi dhe urdhëroi pothuajse Ukrainasit dhe Zelenskin që të vazhdonin luftën. Aty, për shembull, roli i Turqisë ishte goxha i madh dhe konsekutiv. Ministri i jashtëm turk Fidan bëri një deklaratë shumë, le të themi, me sens pozitiv, duke menduar që nëse do të nënshkruhet kjo paqe, kjo mund të zgjasë edhe sikur të ngrihet konflikti, kjo mund të zgjasë rreth 40 vjet. Pra është një gjë domethënë optimiste nga ana e Turqisë. Turqia sigurisht që nuk e do zjarrin e Komshiut ta ketë afër, sepse mund të marrë flak dhe shtëpia vet. Por Turqia nuk është se mund të ndikojë shumë. Edhe tashti për shembull me disa veprime të Ukrainës, Turqia ka ngelur e pakënaqur, flas për 2 anijet e goditura me dron Ukrainës që Ukraina ka pranuar vetë pranë ujrave territoriale të Turqisë dhe kjo acaron më tepër konfliktin, rrezikon tashmë edhe në një embargo detare ndoshta në të ardhmen dhe bllokimin e porteve të ndryshme përfshirë ata të Turqisë. Prandaj dhe Turqia është e interesuar për përfundimin e luftës sa më parë. Prandaj dhe përpjekjet e diplomacisë turke janë evidente. Nga ana tjetër, le të themi që Turqia dhe Rusia mund të jenë konkurrent rajonal diku në Azinë e Mesme apo në Siri, gjithsesi ata kanë ditur të gjejnë gjuhën e përbashkët, sidomos në Siri, kohët e fundit, dhe nuk ka probleme për Rusin, për shembull për të negociuar edhe në Turqi, domethënë, por gjithsesi pritet që një samit i ardhshëm i mundshëm mund të mbahet pikërisht në Budapest. E qartë. Zoti Pumo, nga ana tjetër, Ukraina thuhet se ka intensifikuar dhe sulmet me dron ndaj rafinerive dhe kompleksve të naftës në Rusi duke goditur thellë brenda territorit rus dhe pavarësisht se kapaciteti i shkatruar, duket se tashmë është vetëm 10%. Pyetja është se si po ndihen tashmë qytetarët rus nga këto sulme dhe apo ndikojnë këto sulme nga Ukraina realisht në ekonominë ruse? Kuptohet që këto sulme shqetësojnë, godasin rafineritë e naftës, por shqetësimi kryesor janë popullsia civile që ka vuajtur dhe vazhdon të vuajë edhe në Rusi, në pikat ku goditen. Ka pasur viktima, ka pasur në pikat të ndryshme në Bjelgorod, në Volgograd, në qytete të tjera, në Rostov. Dhe sigurisht që ka pasur edhe oscilacione, edhe çmimesh, edhe ka pasur, le të themi, mos rregullsi në furnizimin me naftë, por nga ana tjetër jap një shembull konkret, për shembull në gjatë marrëveshjes Rusisë me Kirgistanin, ku presidenti Putin ishte për një vizitë zyrtare para pak ditësh, Kirgistanit ju fal një sasi e zakonshme, le të themi, karburanti, nafte dhe gazi për funksionimin e ekonomisë së vet. Pra burimet e Rusisë janë aq të pashtershme sa vështirë që mund të ndikojnë në ecurinë e luftës. Mund të ketë diskomfort për një javë, 2 javë për furnizim për një pikë të caktuar të qytetit të atij apo këtu, por jo për shembull edhe në Moskë. Sigurisht që janë ngritur çmimet, kjo ndikon. Domethënë kuptohet që ka pasur domethënë në qytete të ndryshme në thellësi të Rusisë ka pasur edhe probleme për disa ditë për furnizim, domethënë ku ka pasur rrallë në pikat e furnizimit, por kjo është një gjë tashmë që shpjegohet me ecurinë e luftës e tjerë dhe kështu që nga ana si përfundim, si konstante përfundimtare, kjo nuk ndikon as pak për zhvillimin e ecurinë e luftës në pikat ku konfrontohen dy ushtrit. E qartë, por zoti Pumo, e gjithë ky presioni ekonomik që po ndodh tashmë mbas këtyre goditjeve që Ukraina po drejtohet ndaj Rusisë, a pritet që të shtrëngojë Rusinë të ndryshojë ndoshta edhe strategjinë e saj ushtarake ose politike? Me sa kam vëzhguar për këto 4 vjet, domethënë 3 vjet e ca, domethënë të luftës, të konfliktit, kam vënë vetëm një konstante të sigurt, që mbas çdo goditje të Ukrainës vjen një goditje 10 fishme e fuqishme e Rusisë ndaj objekte energjetike të Ukrainës, siç thon këtu, të pikave ku prodhohen armët, në vetë domethënë
depot e armëve dhe ku janë goditur në mënyrë të fuqishme, sidomos furnizimit nga ana e NATO-s me armë të Ukrainës, dhe këto kanë bërë domethënë që edhe në front të ndihet mungesa jo vetëm e fuqisë njerëzore, por dhe armatimeve. Për këtë arsye ndoshta në disa pika të frontit situata është shumë e nderë dhe ukrainasit janë detyruar të tërhiqen nga shumë pika banimi. Kjo është, jam i sigurt që do të zhvillohet edhe më tej. Fuqia, le të themi, ushtarake e Rusisë në krahasim dhe me Ukrainën, por dhe në konfront me fuqinë prodhuese të vendeve të NATO-s për momentin, është çuditërisht më e lartë në Rusi për prodhimin e municioneve. Për momentin Rusia prodhon shumë më tepër municione. Fillimisht për shembull Ukraina së bashku me vendet e NATO-s prodhonte më tepër dron, tashti situata është përmbysur dhe Rusia edhe dron prodhon shumë herë më shumë se sa Ukraina. E qartë, mirë, zoti Puma, për ta mbyllur sepse tashmë kemi arritur në fund, nga ana e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, e gjithë kjo goditje e rafinerive e shihet si një sankcion efektiv që mund të japë ndoshta edhe rezultate shumë shpejt, pra kjo në bazë të Ukrainës. Pyetja është nëse mund të konsiderohet kjo fushat me drone vërtet si një formë e re e sanksioneve që godet ekonominë dhe ushtrinë ruse njëkohësisht, dhe nga ana tjetër sa kohë mund të zgjasë gjithë kjo fushat dhe çfarë efektesh reale mund të ketë, ndoshta afat shkurtra por edhe afat të gjata. Të gjithë shpresojnë, edhe në Rusi shumë shpresojnë që të mbarojë kjo luftë. Të gjithë janë me shpresa që lufta të përfundojë. Kuptohet që ata që janë të përfshirë në luftë shpresojnë që të arrijnë objektivat e tyre, si nga njëra palë ashtu edhe nga ana pala tjetër. Strategjia ukrainase është e qartë, ajo nuk ka mundësi tjetër për të goditur Rusin veç se duke goditur në prapavi, gjithashtu edhe jo vetëm me dron, por edhe me raketa po të kishin mundësinë. Për momentin Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i furnizojnë ata me ato që duan ukrainasit, pra me raketat Tomahawk që janë raketa goxha efikase, janë përdorur që në kohën e Irakut dhe më tej, por ka një gjë që për momentin këto raketat Tomahawk duhet për shembull të lançohen, të nisen nga një platformë detare. Ukraina nuk disponon flotë detare të nevojshme për të bërë të mundur nisjen e këtyre raketëve. Dhe detyrimisht kjo tregon që vetë këto raketa do të drejtoheshin dhe do të menaxhoheshin nga vetë amerikanët. Gjë që do të sillte përfshirjen e tyre të drejtë për drejtë në konflikt me Rusinë. A do të përfshihet dot Amerika në një konflikt me një fuqi bërthamore si Rusia? Unë mendoj se jo. E qartë. Mirë, zoti Pumo, ishte kënaqësi t'ju kisha sot. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe mua. Ju falenderoj. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalëm tek zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në pjesën e parë, të cilët kanë kërkuar nga qeveria shqiptare ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme pas vendimeve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. U ndalëm tek takimi i fundit i Ervin Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit me kandidatët më të votuar të primareve dhe të zgjedhjeve të 11 majit, ku kanë nxjerrë në papra dhe debate të brendshme dhe strategjitë për konsolidimin e forcës brenda Partisë Demokratike. Sipas të dhënave të fundit, ndërkaq në periudhën janar-nëntor 2025, Shqipëria ka regjistruar rreth 35 vrasje, nga të cilat 19 me armë zjarri dhe 7 me eksploziv tritoli. Por nga ana tjetër, autoritetet po vijojnë hetimet për atentate dhe vrasjet e organizuara, ndërsa janë qytetarët ata të cilët kërkojnë masa të forta për garantimin e sigurisë në vendin tonë. Në pjesën e dytë u ndalëm tek bisedimet midis SBA-s dhe Ukrainës në Florida, të cilat kanë ngecur për shkak të mosmarrëveshjeve sigurisht mbi çështje territoriale, dhe CNN ka raportuar se shtëpia e bardhë po shqyrton një skenar ku NATO dhe Rusia mund të arrijnë marrëveshje të ndara, por edhe pa detyrimin që Ukraina të heqë ligjërisht pra këtu aspiratat e saj për antarësim në aleancë, dhe pala Ukraina se thekson nga ana tjetër se ndryshimi i kushtetutës për hir të marrëveshjes mund të krijonte edhe precedent të tjerë. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e shtunë, deri atëherë mirupafshim.